Një ditë pejgamberi sa duke ndajt me gruan e tij Aishën radhiyallahu ta'ala anha. Erdhi njëri me kërku leje me hyrë tek pejgamberi alayhis salam që të takohet me ta. Muhamedi alayhis salam e tha një fjalë të pazakonshme. Nuk e kishte zakon kështu me thonë, për ja kësaj radhe e tha me arsye dhe me vend. Çka tha i dërguari jon? Tha, japni leje, ama ball buri ligësht. Tha, japni leje me ilet hin, ama buri ligësht. Nuk o buri mirë, njëri keq është. Nejse, hynja një tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe pejgamberi alayhis salam po flet me të, muhabet relaksum, nga një edhe për i busqesh, Aisha po çuditet. S'ka mundësi me lidh mes fjalës buri lig, edhe kështu pejgamberi sa më usin me te, s'kupton të çka po ndodh. Kur shkoi njëri, Aisha tha ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ti tha për fjalën buri lig, tani me to usil se me ku buri mirë. Çka ndodhi? Dëgjoni çka na mëson pejgamberi alayhis salam, kush është i keq, edhe kush duhet më ruajt për njerit keq. Muhamedi sa më tha, njeri më i keq ditë gjykimit, që ka më i keq, nga më të këqit, ditë gjykimit është ai i cili njerëzit largohen prej tij duke uruar nga e keqja e tij. Mos kanë që me pas punë me të. Largimi nuk ka veç distancë fizike, po largohesh nga diskutimet, muhabetet e caktuar me të, sillesh me të formalisht që murojt nga gjuha e tij, nga se ka gjuhën e keqe. Andaj pejgamberi sa është si mirë me të, pse ndoshta një sjellje pak sipas tij e mirë, ai ja kishte në fjalë të keqe pejgamberi sa e kishte psu vet. E para dhe e dyta, tha pejgamberi sa këtë fjalë s'është i keq, e pastaj u sill mirë me të, që të keni kujdes qëse unë me të sjellja kështu ama me juve ka mundësi, ju rënë me fjalë. Para të keni kujdes se kjo nuk është njëri mirë. Unë po sillem me të mirë, por shkak se ndihmu sill me të mirë. Ama ju të keni kujdes, nga se juve ju thot fjalën e rënë. Ky është njëri keq. Që kur me të një siklet, menzi pret më kry muhabeti, menzi pret më kry neja. Pse? Për faktin se gjuhën e ka të rënë, fjalët i ka të rëna, ofendimet i ka të rëna. Duhet me rujt gjithmonë në vijë. Mos po thush diçka, mos po thot diçka, mos po tensionohet. Andaj kjo çështje me këtë lloj raporti realisht është i vështirë. E në veçantë se për shembull ka do me njëri të afërt. Para mendoni për shembull të ndërvozur, nëse kësi komunikimi kaq të tensionuar e kanë bashkëshortët me zveti. Kur gruaja duhet më kujdes për çdo lëvizje, për çdo veprim, gjithçka tjetë në vijë nga se fjalët e burrit janë shumë të rëna, ofendimet janë shumë të rëna, pastaj gjuha është shumë e rënë. Ky është burri i keq. Po edhe nga ana e gruas mund të jetë që ashtu që burri tenton t'i bën gjitha në vit, munduhet të jetë preciz, të jetë korrekt, por mjafton një shkelje që gruaja t'ia përmbys gjitha me fjalë të rëna. Këta nuk janë njerëz të mirë. Mund të jetë njëri në punë dikun, mund të jetë në detyrë dikun, i keq në gjuhën e tij, i keq në shfrytëzimin e pozitës dhe hapësirës që ka. Prandaj, nëse ka hapësirë, ka pozitë, e keq përdor për t'u hakmar njerëzve, për t'u sill keq me ta, për t'i dëmtuar njerëzit, ç'kjo është më i keqi. Ç'kjo është më i keqi ta pejgamberi alayhis salatu wassalam.